do ta shikoni, ta kokte, puthate, përfaqëson këte, shkon atje, thot Shqipëria e mirë, ua, shkon tek në Kruj, shkon në çdo vend, pra ta shikoni ambasadorin, ua sa i mirë është ky, e kupton? Nuk e di sa është mandati, 3 vite duhet të jetë edhe ky. Bravo. Avokat, por mund vinë me ndonjë dosje nga deja në xhepa apo mund mos vinë me një dosje, sepse ai aty foli për kartelet, tani ai në gjë e dinte ose ja kishin thënë aty. Për mendimin tim, edhe njerë, kartelet e drogës janë politike linjës Trump. Mirë, nuk ka lidhje fare kjo ngjarje që ju po citoni me ka ardhur ambasadori të thotë një emër konkret. Edhe njerë, asnjë ambasador nuk thot një emër konkret. Çdo ambasador do thot luftoni krimin organizuar, drogë, kartelin e drogës, këtë. Pra është një kaset që e kanë lancojnë vazhdimisht, është si puna e policëve, që këte kanë krimin organizuar rreth e qark dhe këte thënë ne po parandalojmë krimin dhe këtu ndallen vrasje pasere. Pra ajo që unë them tek ju që të kuptohemi qartë, është që deklarimet e tij janë deklarime thjesht interviste. Kur të vit shikoj këtu realitetin me sy, do të shikojmë qasje tjetër. Në rast se direktivat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë do bësh çfarë të çojmë ne në Telegram, sigurisht është një punë tjetër që është e diskutueshme, por unë mendoj që për politikën shqiptare, ardhja e këtij ambasadori do të jetë goditje për politikën shqiptare. Nuk e lidh fare me Spakun. Spaku do bëj këtë goditje. Më dëgjoj pak kush është goditja e Spakut. Vjen ambasadori amerikan kur të vjen. Spaku do vazhdoj aksioneve, se nuk ka ndalesë. Dhe kur ambasadori amerikan shkon bën një vizitë, thatë Spaku do veprojnë me manualin e partisë. Pra, do justifikohen në sy të shqiptarëve që ne po bëjmë aksion se kemi tani mbështetje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më kupton? Pra, loja që do luhet do jetë shumë më e madhe se sa mendohet. Pra, Braho do përdori emrin ose takimin e amerikanit, ose ma amerikanin, ambasador, si kur po e bën ai në porosit të këtij, që mos të duket dhe të shfaqet Edi Rama nga ana tjetër. Pra, e kuptoni çfarë shplarje përpiqen të bëjnë brenda Spakut dhe brenda ambasadës amerikane në Tiranë që të spostojnë vëmendje sikur Spaku është kapur nga amerikanët dhe jo nga Edi Rama. Kundërkohë është të krete ndryshmja. Spaku është përdorur qëllimisht nga Edi Rama kundër kundërshtarëve politikë dhe jo vetëm kundër, por edhe aty që Rama ka përdorur dhe ka flakur në momentin kur nuk i ka dashur më. Pra, unë besoj se ambasada amerikane duhet të jetë më e kujdesshme me atë që ne themi vazhdimisht truri shqiptarit të shpik edhe gjëra të pa qena. Avokat, ne do flasim sërish, normalisht që do ta marr miratimin nga Senati apo jo, kur të vi plan projekt 4 pika që ai tha zbatimi etj, por tani do kalojmë tek çështja e marrëveshjes, sepse ambasadori vjen, po këta tanët këtu i gjen shumë mirë, i gjen në një marrëveshje, në 2 marrëveshje së bashku. Sot dua të çoj një mesazh tek ata të cilët besojnë që te Partia Demokratike nuk bëhet marrëveshje. Avokat dhe diçka, ai mund të vijë dhe më ndonjë listë non gratash me vete, të tjera. Listën e ka gati ai. E ma menate afatin që dha Rubio për shkak të Iranit, u shty. Sa ishte ajo? Iku Marsi. E ka me vete, listën e ka me veten, por për shkak se ndodhi lufta në Iran, dhe edhe Izraeli ishte edhe aty që ajo gjithmonë bën ai gjëm aty në lidhjen e mesme. Tani duhet keni parasysh që sigurisht që situata nuk është mirë për asnjë nga palët politike. Edhe një, prandaj jo thash në fillim, në palët politike përfshi persona të cilët kanë qeverisin vendin dhe persona të cilët mund të jenë deputet, por nuk kanë qeverisur, pra nuk kanë qenë pozicione ministrore, po janë deputet. Pra, sanksionet do jenë për këta. Pastaj, sanksionet do ketë edhe për biznesmen, të kesh parasysh. Ka një gazetar aty, avokat?
ka gazetar, ka dhe gjyqtar, ka gjyqtar dhe prokurorisë, edhe prokurorisë të posaçme ka njerëz, po nuk do të dalin tek ata ashtu. Dalin ndryshe. O do ta bësh, o do ta bëjmë. Po shiko tani, gjyqtar ke edhe të gjykatave të zakonshme, ke shumë pothuajse, se kanë shku shumë denoncime për ema konkrete, ata po që bëjnë kanë kaluar vetëm dhe s'duhet ta kishin kanë. Avokat, ata po bëjnë kërdin duket se syt janë gjithë GKO-ja dhe